Një 44 vjeçar i shpallur në kërkim është arrestuar nga policia e Shkodrës, pasi akuzohet për kultivim të bimëve narkotike në fshatin Prekal. Në pranga ka rënë shtetasi XG, banues në fshatin Grudere. Arrestimi i tij u bë nga specialistët e sektorit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja dhe forcën operacionale. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi bimëve narkotike. Sipas hetimeve, 44 vjeçari dyshohet se në vitin 2021 ka kultivuar 90 bimë narkotike në fshatin Prekal, njësia administrative Posrib, të cilat janë zbuluar dhe asgjësuar nga policia. Gjatë momentit të ndalimit, në kontrollin në çantën e tij u gjet një mjet prerostik, i cili u sekuestrua si provë materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.